Gjergj Dedaj, ish diplomat i Kosovës, mirë se erdhe kënaqësimet pa studio. Faleminderit shumë për ftesën. Zoti Dedaj, një vit i humbur për Kosovën, ne pas zgjedhjeve të nënshkurtit vazhdojmë të mos kemi institucionet e reja të dalura nga rezultatet e zgjedhjeve të nënshkurtit. Pse u vanuam kaq shumë në ndërtimin e institucioneve të reja? Ju falenderoj së pari për ftesën, është nderim për mu. Jo një vit i humbun, po Kosova ka 2 milion vite të humbuna, sepse 2 milion kosovarve, regjimi Kurti Osmani ja kanë humbë ka një vit, do më thonë 2 milion vite. Zhagitja është koncepti tyre, do më thonë, edhe mosbërja asgjëje. Me lanë Kosovën në status quo, në fakt edhe kanë degradu. Posaçërisht kur kemi partneritetin me miqtan, zhvillimin ekonomik, diplomacin, edhe në gjitha fushat tjera, domthon këta kanë degradu çështën e Kosovës. Dhe për këtë arsye, domethën unë mundohem sado kudo me përçu mesazhin tim, qëndrimet e mia që nuk kanë asgjë personale me askënd, por kanë domosdoshmë të bëjnë me çështjen edhe fatin e Kosovës, sepse fati i Kosovës posaçërisht për ata të cilët janë shtetëndërtues, edhe që në vitet 90 janë në skenën politike të Kosovës pa ndal asnjëherë, ata janë më shqetësuar se sa këta isha azilantët politikë që në këtë mas luftën në Kosovë edhe nuk kanë përjetuar tragjedinë e Kosovës dhe luftën në Kosovë. Zoti Dedaj, a beson që zoti Kurti nuk pati vullnet politik për ta bërë qeverinë, se vazhdimisht prej seancës së 15 prillit i thoi ke partive opozitare, testomni si i kom numrat, rridhen afatet kushtetuese, e pam se i ka vetëm 56 vota. A është kjo arsyeja që zoti Kurti kërkon të 500.000 vota dhe nuk don ta ndaj pushtetin me partitë ish opozitare? A është kjo arsyeja kryesore pse Kurti na pruni deri në këtë ditë? Jo, Kurti sa kam studiu është një ekstremist majtist dhe është një person egocentrik, që mendon çdo gjë edhe Kosova duhet të sillet vetëm rreth tij. Dhe ky ka ditë sakt se nuk i ka numrat. Sigur nuk i ka sot, nuk i pat as në seancën e kaluar kur u votu qeveria vetëm me 56 vota. Domethënë ky e ka ditë sakt. E çfarë ka bërë ky? Edhe ka uzurpu ndërtesën e qeverisë, edhe ka thonë me qenë se nuk kam numrat, një vjet ta shty me zor dhunshëm, edhe në mënyrë jo demokratike, domethënë që është shembull unikat për demokracinë, shembull për të keq. Domethënë kur rrin në qeveri pa pas mandat, domethënë në mënyrë ilegale, sepse nuk ka votu kush. Dhe për këtë arsye ai ka prolongu deri tash, sepse as nuk i ka pas numrat atëherë, as nuk i pat në seancën e kaluar që doli me 56 vota, po as nuk i ka edhe në seancën e ardhshme që ndoshta do të votohet për Glauk Konjufcën, edhe ai nuk i ka votat. Domthonë kjo është vetëm një mashtrim që ju ka bën edhe skenës politike, por edhe Kosovës në përgjithësi. Çu shepet që televizin e Kurtit, zoti Dedaj, në Këshillin e Përgjithshëm, Albin Kurti nominoi Glauk Konjufcën për mandatar për kryeministër. Në këtë seancën e Këshillit Përgjithshëm të lëvizjes vendosje, Kurti hudhi flamurin e bardhë. Domethënë dhe u dorëzu, e pa se nuk ka më edhe gënjeshtra e ka një fund, pa marrë parasysh sa zgjat, një ditë përfundon. Dhe me qenë se tash më 9 nëntor i kemi zgjedhjet për ballotazh, ky ka dashur spaku me i lënë me shpresë qytetarët e Kosovës se na kemi tash kandidatin tjetër, edhe na do ta formojmë më njëherë mas ballotazhit qeverinë që më mujt me vjel ndonjë vot, qoftë edhe me mashtrime. Edhe pse unë kujtoj sa njoh popullin e Kosovës, është një popull me shumë dinitet, me shumë pjekuri politike, me shumë urtësi shtetformuese, domethënë do ta ndëshkoj edhe në zgjedhjen e ballotazhit, dhe kuptohet edhe Glauk Konjufca nuk do t'i merr votat e deputetëve të kanë Kosovës, dhe vendi atër do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, Glauk Konjufca në një deklaratë për media tha se nuk i kam numrat dhe nuk dua të bëj koalicion
me askë. A është kjo një taktizim i lëvizjes vetëvendosje që të blej kohë dhe ta shtyj sa më shumë datën e zgjedhjeve në momentin kur siç pretendohet me të thonë se vinë këta mërgjimtarët. lëvizjes vetëvendosje po gënjejnë sepse këta kanë art gënjeshtrën. Domethënë kanë bile shpesh e quajnë e konsiderojnë vlerë gënjeshtrën. Domethënë këta nuk i kanë votat, edhe po thonë nuk duhet me bë koalicion me asnjërin nga partitë ish opozitare, në fakt që është e vërteta partitë ish opozitare nuk dëshirojnë dhe nuk pranojnë të bëjnë koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Dhe ja kanë dhënë kartonin e kuq. Domethënë nuk janë të interesuar me qeverisë, me një subjekt i cili e ka degraduar Kosovën, e ka degraduar posaçërisht në planin e diplomacisë, edhe na kanë bë me ul kokën kudo që shkojmë, edhe pse fatkeqësisht kancellaritë e qendra ndërkombëtare të vendosur dhe institucionet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të mbyllura për këtë qeveri, këto 5 vite ishin të mbyllura, dhe nëse eventualisht vazhdohet me këtë koncept, me këtë ideologji, edhe me lëvizjen vetëvendosje do të kemi hermetikisht mbyllura edhe në të ardhmen e Kosova do të shkon në një izolim ekstrem, se ashtu kështu na jemi në masa. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë ndërprer dialogun strategjik me Kosovën dhe unë nuk di çka do të më ndodh më keq Kosovës. Që elektorati i Kosovës më në fund mos më votu me inercion dhe me inate, po më votu për Kosovën. E vota për Kosovën është me i votu anti-amerikanët, do mos mi votu amerikanët, kam fjalën, dhe mi votu ata që të mbështesin partneritetin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, mbështesin një diplomaci e pjekur, një diplomaci efektive, një diplomaci që do ta integronte dhe antarësonte Kosovën në institucionet e Bashkimit Evropian dhe NATO, dhe për këtë arsye, domethënë ndëshkimi është duke trokitur në dyert e lëvizjes vetëvendosje. Zoti Dedaj, pat shumë dilema, pat shumë polemika, pat shumë analiza dhe reagime për veprimet e fundit të presidentes Vjosa Osmani, e cila e mandatoi zyrtarisht Glauko Njufcën për kryeministër. Në konferencë për media, ajo tha se me gjas më binden dhe ken një deklarate ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, ku tha se presidenti ka shkelur kushtetutën me rastin e nominimit zyrtar të Glauko Njufcës për kryeministër. Shteti dhe Republika Kosovës nuk është bërë me gjasa, është bërë me sakrifica, është bërë me gjak, me shumë mundi dhe me shumë flijime. Ndoshta për Vjosën është bërë me gjasa se nuk ka qenë kur ka ndodhur këto as sakrificat, as ka qenë dikun në një kontinent tjetër, dikun në Australi, as diku ka qenë, edhe është kthy pas lufte me familje, edhe ajo nuk e ka atë ndjesin, domethënë se si është bërë Republika Kosovës realitet, si ka ardhur deri shpallja e pavarësisë nga presidenti Thaçi me 17 shkurt 2008. Dhe tash munges të asaj ndjenje, të asaj merite, domethënë këta po mundohen me i dhënë turr e zjarmi shumë këtyre domethënë shtetformimit, e shtetndërtimit, me qenë se nuk janë pjesëmarrës as në shtetndërtim as në shtetformim. Dhe për këtë arsye Vjosa e kuptoi, sepse ka probleme tash të mandatit të saj, i cili përfundon në mars të vitit tashëm, dhe aja duhet më kacavjerë dikun. Për më mujtë sikur është kacavjerë kur u zgjodh në vitin 2021, ku edhe me votat e listës serbe, domethënë dikun thonë ka mas gjysmë natës, domethënë i kanë siguruar votat edhe nga lista serbe, për më mujtë me u bë presidente, dhe ajo tash shikon ku me u gjujt, dhe të shpresën e vetme se unë kujtoj se i ka dyert të mbyllura në LDK, sepse LDK në ka shkatruar, ka prunë 12% për herë të parë në historinë e saj, është dëmtuesja më e madhe e Ligjit Demokratike të Kosovës. Nuk i ka domethënë dyert e hapura, mendoj, as në Partinë Demokratike, si shtetformuese, as në Aleancën si shtetformuese, as subjekte të tjera ish opozitare, dhe për këtë arsye ajo tash është e hutuar, edhe është edhe e mërzitur, domethënë, nëse mund të themi ashtu, për fatin e saj. Ajo e shikon vetëm fatin e vet. Ajo nuk intereson shteti, ajo lufton për pushtet. Dhe për këtë arsye ajo është edhe kanë thujt, po unë mendoj se bili është pak mi thon më tërë, po është një shërbëtore servile
e Albin Kurtit, edhe asgjë tjetër. Zoti Detaj, po jeni bindur se Glauku Nusa nuk i ka gjartin e vota në kuvendin e Kosovës dhe janë përmendur zgjedhjet potencialisht nëse mund të manë të jashtëzakonshme në fund të dhjetorit. Çka na përdon kjo situatë? Në rast se kemi zgjedhje të reja, a mund të ndryshoj kushtimisht për thëmë matematika e numrave të lëvizjes vetëvendosje dhe ish partive opozitare, apo mund të kemi një skenar të njëjtë si që kemi që në 9 muaj? Çka përdojnë zgjedhjet e reja? Shqyqa, e para, prolongimi edhe shtyrja mënyrë monstruoze e gjithë kësaj situate, dhe më thonë prej në shkurtit vitit kalum, dhe më thonë kur patëm zgjedhjet në Kosovë, është treguesi më i mirë se këta lider që janë aktualisht edhe dhunshëm në pushtet, dhe më thonë nuk e kanë problem fatin e Kosovës. Këta kanë problem vetëm interesin e vetë edhe të klaneve të tyre të ngushta, dhe me i shty zgjedhjet për 28 nëntor, kur janë festat e Krishtlindjeve. Dhjetor, po, Krishtlindjeve, aja është viti i ri, dhe më thonë, është nonsens. Dhe më thonë është edhe kur edhe nuk i kemi edhe ambasadat, diplomate huaj, vëzhgues ndërkombëtar, sepse ata kanë planifikuar me pushimet, i kanë të aranxhuar me pushimet e tyre, dhe kjo është një diçka e paspjegueshme që e vën pa karakterin e tyre tult, të dobt, karshi, edhe miqvetan, edhe partnerëve tanë, edhe njerëzit të Kosovës, sepse Kosova edhe gjithë populli i Kosovës përgatiten me i festu festat e fundvitit, dhe më në vitin e ri edhe festat e fundvitit, edhe tash do të më mot prapë me zgjedhje. Edhe ky shpreson, Albini e Vjosa shpresojnë edhe në votën e diasporës, unë mendoj se diaspora nuk është më ajo çfarë ka qenë në vitin 2021. Diaspora ka kuptu se ka qenë e lejthitur, e mashtruar dhe e gënjur nga ky leadership monstrum, dhe më thonë, edhe egocentrik, dhe unë e kujtoj se edhe diaspora do të reflektoj. Edhe nëse vinë do të votojnë, dhe më thonë, për Kosovën. E vota për Kosovën është të votosh partit pro-amerikane, partit që janë dëshmuara, partit ish opozitare, sepse këto 5 vite, nëse askush tjetër në botë s'po e kupton dhe s'po e njeh Kosovën, edhe diaspora dhe qytetarët e Kosovës sa kanë kuptuar se kjo ishte vetëm një lajthitje, edhe kjo ishte një gënjeshtër 5 vjeçare e cila e damtoi në masën më të madhe, jo vetëm ekonomikisht, por edhe politikisht, por mbi gjitha damtoi partneritetin dhe imazhin e Kosovës në botë. Dhe në fakt ne jemi palë tash, dukemi palë damtuar, shifeni Serbia veç po ecën, dhe më thonë po trajtohet pak ma seriozisht nga partnerët ndërkombëtar, ndërsa Kosovës ja kanë vu perdet, dhe më ja kanë qitë rampën. Edhe Kosova është një ishull, dhe më thonë, i cili po qëndron vështirë në këmbët e veta këtu në Ballkanin Perëndimor, dhe për këtë arsye unë kujtoj se zgjedhjet do të prodhojnë një efekt krejtësisht tjetër, dhe unë jam i bindur se lëvizjet vetëvendosje me patricët e saj që i ka aty, domthonë do të luftoj për vendin e tretë. Domthonë do të bjerë 9-30%. Pse jeni kaq i bindur, zoti Detaj? Jam i bindur sepse e njoh elektoratin e Kosovës. Elektorati i Kosovës, populli i Kosovës ta jep besimin. Nëse e gënjen, din me të ndëshku. Në fakt, populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës, elektorati i Kosovës është më i gënjur se asnjëherë prej vitit 90 deri më sot. Është i gënjur komplet dhe duhet ta ndeshkoj gënjeshtrën edhe këtë qeverisë. Zoti Detaj, në një paraqitje para media, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se mund të kemi 2 palë zgjedhje, duke aluduar se ato mund të mbahen të jashtëzakonshmet në fund të dhjetorit, por, si më thonë, mas 3 muaj zgjedhje të tjera për shkak të mandatit të presidentit. A mund të përsëritet një skenari 2021-s ku Vjosa Osmani dhe Albin Kurti do të garonin bashkë në një listë dhe synimi i tyre do të ishte që të marrin 50%. Marrë le të garojnë bashkë edhe mund përsëritet ai skenar
edhe le të bëhen Bashk Albini, Vjosa, Donika, Demali, Agim Bahtiri, këtë le të bëhen bashkë, këta janë para dështimit historik. Dhe më thonë, këta nuk do të mujnë, dhe më thonë, të fitojnë zgjedhjet, ta formojnë qeverinë e vetëvendosjes, dhe Vjosa Osmani duhet përgatitet, t'i mbledh çaklat nga dale, edhe ta lirojnë zyrën në kohën kur vjen dita, sepse nuk do të jetë më president e Kosovës. Dhe kush sipas jush e bën qeverinë e ardhshme të Kosovës? Qeverinë e ardhshme e bën Partia Demokratike e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe subjekte tjera që do të jenë në parlamentin e ardhshëm të Kosovës, parlamentin e ri, dhe kjo do të jetë fitore historike për Kosovën. Kjo do të jetë një festë e madhe e Kosovës, e do të jetë edhe një fillim i ri i ripërtrirjes dhe riparimit dëmeve që ja kanë shkaktuar ky pushtet monist, ekstremist dhe majtist, domthonë shtetit Kosovës, posaçërisht duke i dëmtuar marrëdhëniet me miqtë tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkinë Evropian, sepse Albin Kurti, na që jena në bukurmotin politik, na dim se ky ishte edhe kundër ëmbëjes, kundër pavarësisë, kundër planit adhesarit, kundër çdo gjaje që ka qenë e dobishme edhe çdo gjaje e çdo akti që ka qenë për ta bërë realitet shtetin e Kosovës. Atëherë nuk do mend se ky, domethënë, nuk e dia me vetdia pa vetdije, po ky është njëri anti-Kosovë, edhe ky duhet ndeshkohet me votat e qytetarëve të Kosovës. Zoti Dedaj nuk e di pse jeni kaq optimist, por për kam fjalën se qeveria e ardhshme do të bëhet nga ish partitë opozitare. E pam gjatë këtyre 9 muajve, zoti Dedaj, partitë ish opozitare nuk u morën vesh si kishin numrat për ta bërë qeveri në rast se do dështon televiza vetëvendosë. Shqo, ata treguan pjekuri partitë ish opozitare, sepse populli thotë një fjalë duhet me ia ditë hallin veti. Kur e kanë pasur nuk i kanë numrat e mjaftueshëm, atëherë nuk kanë dashur me bë avantura, kanë dashur me lënë hapësinë me u shpall zgjedhjet, mos me prolongu një vit me humb Kosovës, se thash janë humb 2 milion vite, se 2 milion kosovarë ju ka humb ka një vit. Domethënë, edhe ata nuk kanë dashur me bë avantura, edhe nuk i kanë numrat, edhe okej. Ky edhe duke ditur se nuk i ka numrat, ky ka marrë pushtetin në mënyrë të uzurpuar. Ka uzurpuar asetet të qeverisë, shkon me makinat e qeverisë Kosovës nëpër fushatat zgjedhore, e kesh përdorur. Tash e kesh përdori edhe ka 100 euro student, dënë mi ble edhe student, po student... Që shërpet qatë SMS-in, zot, qatë tekstin, skandal është. I juaj kryeministrin në detyrë Albin Kurti kujdeset për arsimin, 100 euro studentët. Ja, ajo është tërë. I ndajten qeveria në raundin e parë, nuk dolen parë dhe dolen ato 100 euro dit para votarë. E Kosovës, studentët e Universitetit Prishtinës janë ata të cilët ja kanë ndridhur themelet e Jugosllavisë. Ata as nuk shiten, as nuk blehen. Studentët kanë dalë para tanksa, kam qenë edhe pjesë e vetë aty në lëvizjeve, kanë dalë para tanksave dhe nuk e ndërzu. Nuk besoj që ka të holla, Hekoran Murati, as Albin Kurti, me i ble dignitetin, karakterin dhe moralin e studentëve të Kosovës, as me 100 euro. Ato janë domethënë, si të them, vitra, si u thonë, për me i mashtru, mirë po ato pikspari nuk janë të hollat e Hekoranit as të Albinit, sepse buxheti i Kosovës në fakt janë të hollat e prindve të këtyre studentëve, dhe me mashtru 2-3 ditë para zgjedhjeve kështu po ja u gjujmë ka 100 euro, është gjoja ma liga që mund të mendohet, edhe është një lajthitje, edhe me vull lajthitje karakterin edhe dignitetin e studentit në Universitetin e Prishtinës. Dhe kjo është e pafalshme. Këta mundet me bë vetëm Albin Kurti, edhe këta mundet me bë vetëm Vjosa Osmani, edhe vetëm Dimal Basha, vetëm Hekoran Murati. Domethënë të cilët nuk kanë asgjë të përbashkët me dignitetin, me sakrificat, me moralin, me etikën, se si kush janë studentë të Universitetit të Prishtinës. Edhe ata nuk mundesh mi ble. Megjithatë, përveç këtij vendimi të qeverisë në detyrë për studentët, patë disa vendime të tjera, zoti Dedaj. Për shembull, ke ngritja e pensionit nga 120 euro në 150, ke premtimi për rrogën e 13 për shërbyesit civil, paga minimale që do të bëhet 500 euro nga kurriku dhe patë disa shtesa për fëmijë. Ka një vendim të Gjykatës Supreme, zoti Dedaj,
se kjo qeveri është në detyrë dhe i ka kompetencat e limituara dhe vazhdimisht shohim kësi vendime të kësaj qeverie. Deputeti Albin Kurti është rojtar, por në qeveri mirujt zyrët e vetat duke mendu dhënshë me mënej mashtrim me mbet prap. Shpresoj një vit, gjatë këtë vitit që do të mbetet prap Kurti 3, dhe ai nuk ka legitimitet as mandat me marrë vendimin në qeveri, as me nda pensione, as rrogën e 13, as 14, as me i bo këto, po ai jo vetëm tash, ai çdo gjë ka kesh përdorur. Edhe mund të them se nëse flasim për korrupsionin dhe mafinë energjetike, edhe ato tjera të krejt që ka e në bon, dhe më thonë, edhe kjo është ka bon një korrupsion sofistikum dhe nuk mohat men damet që ja ka sjell Kosovës, dhe në planin ekonomik, dhe më thonë, shifni sa është shporta ditore. Varfëria është skajshme, është ekstreme. Zbrazja e Kosovës është si asnjëherë më parë, as got luftës, domthonë para luftën vitet 90 kaq shumë njerëz nuk kanë ikën nga Kosova, edhe çdo i dyti mendon me ikën nga Kosova, sepse nuk sheh perspektivë. Domthonë këta e kanë vrarë shpresën e qytetarit Kosovës, e kanë vrarë demokracinë në Kosovë, kanë vrarë ata të cilët janë meritokrat për ta bërë realitet shtetin e Kosovës, dhe e kanë populu edhe qeverin, edhe ministrit, edhe ambasadat, me fëmijët e shullhesa komunist të bashkave të policisë, dhe më thonë, edhe ndërsa ata të cilët kanë merita për shtetin e Kosovës, fëmijët e tyre, dhe më thonë, ose invalid të luftës, ose ish-pjesëtarët e UÇK-s, dhe më thonë, ata janë të anashkalum, janë të harrum, edhe janë të largum nga jeta e përditshme politike. Ka një vendim të Bashkimit Evropian, zoti Dedaj, që nuk e takon deputetin Kurti ose kryeministrin në detyrë në objektin e qeverisë. A është arsyeja kryesore që kjo pas atë vendimit të gjykatës supreme për shkak se ka uzurpuar ndërtesën e qeverisë Kosovës? Bashkimi Evropian nuk takon njerëz ilegal. Domethënë nuk takon se ky nuk është kryeministër. Ky i thot vetet kryeministër. Ky është deputet. Vetë faktin, në momentin kur ti e jep betimin në Kuvendin e Kosovës për deputet, ti në atë minut kur e jep betimin, ti je deputet. Nuk mundesh me majt dy funksione publike. Edhe deputet, edhe ministër, edhe kryeministër, tash po do më bëu edhe ministër jashtë me kënaq krejt, e ministri jashtëm kush nuk e takon në Evropë as në Amerikë. Çfarë ministrie të jashtë banaje dihet, ja kalon Donix bile për të keq. Domethënë, edhe për këtë arsye domethënë është kjo skandaloze. Dhe Bashkimi Evropian me plot drejt nuk e takojnë. Edhe unë jam qash optimist se fundi politik i Albin Kurtit veç po tërket në derën e lëvizjes dhe vendosjes. Si një ish diplomat, zoti Dedaj, për herë të parë janë amerikanët që e përmendin me emër kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe ku pezulluan dialogun strategjik, e thojnë decidivisht për shkak të veprimeve të Albin Kurtit në veriun e Kosovës. Në pikën më të ulët raportet me një nga vendet më mike të Kosovës. Unë jam në skenën politike që në vitet 90. Para luftën ne kena pas dyert e hapuna në Kongresin Amerikan, në Departamentin e Shtetit. Unë vetë sekretari i partisë të vogël kam frekuentuar, vizituar disa State Departmentin, Kongresin Amerikan, Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian, Këshillin e Evropës, kemi qenë të antarësuar atje me drejt plotë, me drejt vote si parti. Domethënë para lufte. Domethënë sa ka bën një parti e vogël para lufte, Partia Liberale, krejt qeveria Kosovës, krejt ministri e jashtëm nuk ka mujtë mi arrit ato gjëra. Edhe kjo flet jo për mua, nuk flet për këta, se këta janë dështuar në planin diplomatik edhe në planin e politikave të jashtme, janë komplet dështuar. E kanë degraduar dhe dështuar Kosovën. Dhe jo rastësisht, domthonë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me rastin e bllokimit të dialogut strategjik, e përmendën Kurtin sepse ky me veriun ka bë vetëm matematika elektorale, fiskultura elektorale, sepse tash po sikur ta kishte kontrolluar veriun Kurti,
nuk ishin hitash, hinë policët edhe në banë s'ka hinë në vitin 2023, pastaj hynë edhe në morën një qytetar edhe brenda territorit Kosovës. Tash gjitha komunat që i ka pasa kontrollu Kurti i fituan serbët, tash do të vënë flamojt serb, do ta zgjedhin komandantin e komunës serb. Domethënë, në fakt ky vetëm ka irritu dhe përmes veriut ky e ka degradu fatën e Kosovës, sepse Kosova duhet me i trajtu serbët lokal, serbët e Kosovës, qytetarët barabartë të Republikës Kosovës, edhe me i fut në institucione, me qenë pjesë e policisë, pjesë e FSK-s, Forcat Sigurisë Kosovës, të Shtrisë Kosovës, pjesë e jetës politike në Kosovë, edhe me mujtë bashkarisht dhe me hap një faqe të tretë bashkëpunimit, pajtimit. Nuk tham të harres se ato që ka ndodhur në Kosovë nuk harrohen asnjëherë, po me afru, ky në fakt vetëm i ka irritu, ka bë skandale, për me mujtë një pjesë njerëzit pa informuar, siç ky qun analfabet funksional, mi u qitë hyjsyve, mi mashtru, edhe me mujtë mi amor votat. Asgjë tjetër. Këtë këto i ka bo për vota. Matematika zgjedhore, edhe për këtë arsye Albin Kurti, po shkon nga skena politike, dhe është mirë për Kosovën, për mu edhe 100 vjet të rrinë. Po për Kosovën është shumë keq. Nëse është shumë keq për Kosovën, është keq edhe për mu. Zoti Dedaj, kur jemi te diplomacia, Kosova nuk është antarësuar në ndonjë organizatë të Bashkimit Evropian. Në këto 5 vitet e fundit kemi vetëm 3 njohje për shtetin e Kosovës. Është Kenia, Sudani dhe e fundit është Siria. Pse ky numër kaq i vogël i njohjeve për vendin tonë? Sa për unë e kam thonë në një televizion ma kanë pa për të malla, se mas pare më nëse dënë me pas shumë anë me që kundërshtar, folet vërtetën. Unë prap në emën të asaj nuk du me pas me strajshem, unë e folit vërtetën, edhe pse atër kam shumë kundërshtar. Edhe jam shumë i lumëtën që kam shumë kundërshtar. Dhe me thonë, sepse dhe me thonë unë e flasë vërtetën. Kam thonë, 100 vjetë letërën ministre jashtë me Donika Grovalla, nuk do të kemi asë një antarësim të Kosovës në institucionet e Bashkimit Evropian dhe asë NATO, asë në institucionet ndërkombëtare. Këto njohjet që kanë ardhur, janë mbritet tjetër kuj, në radhë parë partnerëve tanë, se pa dasht Shtetet Bashkuara të Amerikës, s'na kesh njoft as Izraeli, as Siria, as Uganda, as këtë toshën e ka njoft. Fjala është të antarësimit. Këta nuk kanë mujtë Kosovën me antarësu në Këshillin e Evropës. Këta nuk kanë mujtë me antarësu Kosovën askund. Serbia është kandidate për antarësim Bashkimin Evropian, Kosova nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim Bashkimin Evropian. Maqedonia shumë afër, Shqipëria, që është lajm i mirë, domethënë pritet për 2-3 vjet më antarësu, ndoshta në vitin 2028-2030 Shqipëria bëhet antar e Bashkimit Evropian, Kosova as në horizont, askund nuk është, dhe për këtë arsye duhet urgjentisht kjo nomenklaturë, kjo oligarki dhe diktaturë politike duhet largohet nga skena politike dhe t'i hapen mushkëritë Kosovës në partneritet, në antarësime, në zhvillime. Shikoni vetëm mos në nënshkrimi i planit të rritjes do mund Kosova humb 830 milion euro prej saj i kemi sanksionet. Merrni me mend 1 miliard euro i humb Kosova për një vit. Çu shëpa raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën, zoti Xherxhaj, nuk ka pat aty progres, gjithçka u lidhke me ngërçin politik dhe me sulmet që ka bërë kjo qeveri ndaj gazetarëve dhe pronarëve të medias. Shqo, ti sulmosh gazetarët, është atak mbi demokracinë, se gazetaria, mediat, janë në fundamenti shtylla kryesore e demokracisë dhe prosperitetit dhe zhvillimit progresit në shoqëria njerëzore. Nëse do me ditë një shoqëri çfarë niveli ka të demokracisë, shoqëria mediat. Ky shoqëri që ka bë me RT Kurti, RT-kën. Se mendim tam është RT Kurti. Domethënë kjo është edhe sulmet që u bën gazetarëve, njerëz të tij edhe vet Kurti. Domethënë kjo tregon se këta janë të interesuar me kthy Kosovën në vitet e komunizmit, një komunizëm sipas konceptit të tyre, dhe për këtë arsye këta duhet mu përgatit, domethënë me u largu nga skena politike të Kosovës. Edhe për këtë arsye, edhe raporti i progresit e thotë njëjtën gjë. Në shumë pika gati si me paskruane. Unë se kam shkru, kuptohet, por si me pashkru, sepse i kanë thonë ato shka duhet mi thonë.
Se unë tjetër punë nuk kam bërë që 35 vite. Ata që kam mujtë, modest. Edhe s'ka ngjarje që ka ndodhur në Kosovë që s'kam qenë pjesëmarrës. To 35 vite. Për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe asgjë mos pasha kontribu, kam informacione se si bëhet shteti dhe si e kemi bërë shtetin. Ky gjithmonë ka bërë veprime kundër bërjes së shtetit. Edhe sot është duke bërë veprime kundër forcimit të shtetit, kundër integrimit të shtetit, kundër andarësimit të shtetit Kosovës në NATO, në Bashkimin Evropian. Dhe është duke bërë veprime kundër partnerëve tanë amerikanë dhe evropian, dhe për këtë arsye unë jam i friguar, domethënë edhe ky ka bërë një politikë të frikshme që duhet urgjentisht domethënë më largu nga skena politike e Kosovës. Zoti Dedaj, të dielën mbahet randi i dytë në disa komuna të Kosovës, po nisi me Prishtinën. Kush e voton Prishtinën sipas Gjergj Dedajt, përparim Rama apo Hajrullah Çeku? Ja, Hajrullah Çeku është turist në Prishtinë, domethënë në Prishtinë do të me fitu përparim Rama, do ta fiton përparim Rama. Unë nuk jam Liga Demokratike e Kosovës, por unë jam, kur e shoh se është interesi i Prishtinës, interesi i Kosovës, unë e përkraj që ata që është mirë në Prishtinës. Në këtë rast përparim Rama do ta fiton patjetër Prishtinën me një rezultat bindshëm, domethënë edhe s'ka diskutim që ka me fitu. Mitrovicën do ta fiton Arjanit Tahiri, edhe Vushtrinë do ta fiton Ferita Drizhi, edhe të tjerë, domethënë sepse kandidatët nuk ja las një komunë lëvizjes do të vendosë. Po nuk ka me marrë komunë, ky e ka shtimin. Domethënë, pa s'm ka duhet me fol asgjë, kam respekt për komunën e shtimin njerëz të Ka shtimit. shtimin Kamenicën, Podjevën, dhe në komuna Po tjera nuk i kam i pas komunat vitale. Mon Prishtina është kryesore, Prishtina është Kosova e vogël. Nuk ka me pas Mitrovicën, s'ka me pas Gjakovën, s'ka me pas Pejën, s'ka me pas Ferizajin, s'ka me pas Prizrenin. Okej, le ta merrem, duhet mi marrë edhe këtë 2-3 komuna. Ferizaj e krymë të parën, po mos e po të fjallën për Gjilanin. Edhe Gjelan, ky mundet me marrë 2-3 komuna, 4-5 komuna, por jo komunat e rangut parë. Disa komuna që janë më të vogla, ma me pak ndikim, dhe kjo është treguese se ky vesh duhet ka dale me fillu me mbledh plaçkat nga qeveria, edhe mos me mënu më për kurti 3, se kurti 3 nuk do të ndodhë. Zoti Dedaj, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit shumë.